Jo me thonë ai për gazin, as për gazin, kjo nuk është detyrë opozitës, është pa mjaftueshme, shumë e vogël. Pavarësia energjetike është, si me thonë, barabarë su me pas një nga ushtritë më të mëdha në Evropë. Rishtaze jemi para një oferte të re ose jo, amerikane për gazin amerikan. E kemi pa qasjen e qeverisë goxha refuzuese, nuk e duan gazin amerikan. Si shihni ju këtë dhe do duhet bashkëpunonte PDK-ja tash me vetëvendosjen, sidomos nëse ka këtë qasje për një kërkesë amerikane të tillë. Kosova asnjëherë nuk duhet mi diskutu investimet amerikane. Unë për shkak të debat. Këta nuk janë serioz. Debati publik është jo serioz për mendimin. Pse s'pe bëni për termocentrale? Pse s'e keni bën që 10 vjet ju tjerë? Pse s'pe bëni termocentrale në ri? Pse s'pe rritni kapacitetet e rrymës? Këto është pak më thellë kjo punë. Ne jemi, vazhdojmë, mos me mujtë mishfryzuar resurset tona ekonomike për shkak të lobingjeve. Unë po flas që unë jam dëshmitari gjallë i këtyre, unë e di që si funksionojnë. Jo vetëm në rastin e kësaj qeverie, edhe më herët. Pse nuk është ndërtuar termocentrali? Sikur që u aeroporti ose autostrada. Pse ne kapacitetet tona energjetike nuk i kemi maksimalizuar, sepse dikush ka qenë kundër që Kosova të fuqizohet në aspektin e fushës energjetike. Atë pavarësia energjetike është, si me thënë, barabarë su me pas një nga ushtritë më të mëdha në Evropë. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Edhe kjo çfarë ndodh sa do është rezultat, dikush nuk është interesuar që Kosova të lidhet me filbosht energjetik. Ne mund të kemi edhe gazin edhe qymyrin. Sikur që Shtetet Bashkuara të Amerikës për ditë ndërtojnë termocentrale në administratën e presidentit Trump janë kthyer ndërtimi termocentraleve me thëngjell, prodhimi i energjisë. Ne kemi mundur të kemi dy opsionet, edhe thëngjillin, edhe gazin. Në vend që të diskutohet a duhet apo nuk duhet, krejt ekspertiza jonë ka qenë dash si duhet. Dhe sa më të favorshme me bota kontrata. Çka mund të bëj opozita aktualisht? Kemi deklarata që mbështesin gazin amerikan, bëjnë ftesa qeverisë, por kaq. A duhet bashkëpunojnë ata me qeverinë nëse i thot jo qeveria gazit amerikan? Opozita është më shumë më thellë si kaq. Opozita është me pas mundi me pas qëndrim si media pro dhe kundër. Opozita duhet me më thellë këtë çështje, nuk është vetë gazi, është marrëdhënie. Opozita duhet me pas diçka për te gazit. Nga që në kurs është Kosova. Opozitën dhe qytetarin duhet me shqetësu kursi, mentaliteti ka pëlqim Kosovën. Ne kemi problem marrëdhënie, kjo është marrëdhënie strategjike. Edhe çështja e gazit, edhe energjisë. Thonë që duhet ta ketë një diskurs tjetër opozita, megjithatë duhet të jetë një parakusht për çfarë do bashkëpunime apo çka duhet konkretisht bëj. Kur vjen momenti jemi para formimit të institucioneve. Opozita duhet me dalë me komunikuar me njerëzit, ajo që ka munguar me qytetarët, familje për familje, shtëpi për shtëpi, lagje për lagje. Edhe me tregu qytetarëve çka nuk mund të kush mirë këtë vend. Me nisni fushat tjetër me veten. Opozita duhet të drejtohet qytetarëve me dhënë historisht shpjegimin e plot. Qytetarët nuk e kanë shpjegimin e plot. Kjo me thonë ai për gazin, as për gazin, kjo nuk është detyrë opozitës, është pa mjaftueshme, shumë e vogël, është e fundit. Kjo është serioze.